Mirdita, sot do flasim mbi rëndësinë e reformës territoriale. Reforma territoriale, në kuptimin tim, është niveli i parë i organizimit shoqëror në një republikë. Pra, pasi kemi vendosur nëse një shoqëri politike, pasi ka vendosur nëse do organizohet në një regjim diktatorial kështu me radhë, autokratike kështu me radhë, apo një republikë e cila mund të jetë presidenciale, mund të jetë si e jona parlamentare e kështu me radhë, shoqëria vendos se çfarë pushteti do t'i japi qeverisë vet, qeverisjes tashmë si një tërë, edhe çfarë nuk ka nevojë për të qeverisur, sepse vetë individi, grupet, komunitetet i trajtojnë vetë. Pasi kemi bërë këtë hap, veprimi i parë pas kësaj është pikërisht reforma territoriale, administrative territoriale, e cila bën dy gjëra. E para njëherë përcakton kush janë funksionet e qeverisjeve të ndryshme, o niveleve të ndryshme të qeverisjes në një republikë me disa nivele qeverisje, sikurse ne duhet të ndërmarrim, për aq kohë jo vetëm sepse po shkojmë në Europë dhe Europa është e qeverisjeve me shumë nivele, por edhe sepse është në të mirën e qytetarit, është një organizim shumë herë më i mirë se sa një qeverisje autokrate me një kryeministër si kryeministri i Shqipërisë që drejton vendin, e para njëherë ka marrë pozicionin e kryebashkiakut të Republikës, e dyta drejton vendin me 81 drejtorët e tij, 20 në kabinetin e kryeministrisë dhe 61 të tjerë janë kryebashkiakët e zgjedhur me votë popullit, por që në fakt nuk i përkasin popullit, por i përkasin kryeministrit, i cili përdor ata si drejtorët e tij. Pra ky është thelbi në kuptimin politik. Në kuptim të integrimit ne e dimë nëse ka dy reforma ose dy çështje që BE-ja i kërkon me forcë klasës politike shqiptare, partive kryesore, të gjitha partive në vend, po veçanërisht Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, është të bëjnë dy reforma me konsensus sa më të gjerë. E para është reforma zgjedhore, e cila megjithëse pa diskutim ka rëndësi për shoqërinë, për një shoqëri demokratike. Sa më e mirë të jetë reforma, aq më të lira janë zgjedhjet, aq më barabarta janë zgjedhjet. Edhe kjo pa diskutim ka një rëndësi, megjithëse në kuptimin tim shumë të vogël, sepse sistemet të ndryshme kanë, si thua, karakteristika të ndryshme, diku punon më mirë, diku më keq, e kështu me radhë, por gjithsesi rrotullohen drejt të njëjtës qasje. Reforma më e rëndësishme dhe në mënyrë të drejtë për drejtë për qytetarët është reforma administrativo-territoriale që çfarë bën? Përcakton kush janë nivelet e qeverisjes dhe çfarë funksione kanë ato. Si hapi parë dhe si hapi dytë përcakton kush është gjeografikisht ndarja e këtyre funksioneve. Pra këto funksione lokale apo rajonale, miq territor, miq mallësi, miq hapësirë territoriale ushtrohet. Pra, kjo është një arsye e dytë. Qytetari i lirë, sikurse na ka shpjeguar Tocqueville 150 vjet më parë në një krahasim që ai bëri demokracisë në Amerikë me demokracinë në Europë, po kryesisht në Francë nga ku ai vinte, ishte pikërisht ky ndek. Sipas tij, qytetari në Shtetet e Bashkuara kishte sovranitet dhe mbi këtë sovranitet ai ndërtonte komunitete të cilat ishin të lira dhe arrinin të realizonin aspiratat e atij komuniteti. Pra thelbi, sipas Tocqueville, ishte pikërisht qeverisja lokale. Town halls-at e famshme amerikane, ai shikonte si thelbi nga originalizonte thelbi demokracisë amerikane, krahasuar me atë franceze apo europiane në tërësi. Por ka dhe një arsye shumë më të fortë se kaq. Është arsye ekonomike. Shikoni modelin ekonomik të Shqipërisë së sotme.
po bëj të njëjtën metaforë, imagjinoni Shqipërinë si një avion me 61 motora, nga të cilat 60 motora të tjerë janë fikur, punon vetëm motori i Tiranës, i cili dhe ai funksionon mbi ekonominë e ndërtimtarisë, përgjithsisht edhe shërbimet. Në Shqipërinë tjetër, shumë pak për mos thënë fare, nuk ka ekonomi. Por çfarë do thotë, ose çfarë realizon një reformë territoriale? Jep pushtet. Një reformë territoriale jep pushtet kryebashkiakut dhe financa kryebashkiakut dhe qeverisë së tillë që ne e quajmë Këshill Bashkiak, në masën që ai të arrijë të ndërtojë një komunitet i cili është një komunitet funksional, do të thotë që jo vetëm realizon nevojat e veta, por ka edhe t'i japi ose t'i shkëmbejë në rajonin e tij. Ky është thelbi i gjës. Pra, nëse një reformë territoriale o administrative krijohet ose hartohet dhe implementohet në mënyrën e dur, ne kemi mundësi që në një të ardhme të shpejt, Shqipëria të mos ketë 61 motor, nga të cilët vetëm 1 punon dhe 60 janë të fikur, sepse s'prodhojnë asgjë, nuk krijojnë asgjë, asnjë të mirë materiale, por të kemi një numër të caktuar për të cilin nuk po shpreh, nuk po përcaktoj, sa bashki të cilat të kthehen në motor ekonomik të vendit. Por si ndodh kjo? Ndodh pikërisht kjo marrëdhënie besimit midis Këshillit Bashkiak si parlament dhe kryetarit të bashkisë me komunitetin e vet. Si thua, një marrëdhënie e cila ka korrigjim ose ka vetë rregullim me bazë votën. Një kryetar i një bashkie sot i ankohet qytetarëve të vet, duke thënë shikon si mund bëj gjë sepse parat janë në Tiranë. Kryeministri nuk më jep para mua, nuk sjell projekte këtu dhe s'ka kush ta kontrolloj. Nëse sa e vërtetë është kjo? Se s'ka një marrëdhënie besimi, është ai hendeku i madh, për cilin kemi folur gjithmonë midis qeverisjes dhe qytetarit. Një hendek që është thelluar shumë në 12 vitet e fundit. Prandaj, kjo marrëdhënie besimi duhet të krijohet pikërisht me bazë votën dhe krijuar kjo marrëdhënie besimi, çfarë ndodh? Ndodh që administrata dhe kryetari i bashkisë, por edhe vetë qytetarët ndërveprojnë dhe krijojnë ose një model ekonomik të bazuar te specifika e vet. Jo te projektet që vinë nga Tirana, te specifika e vet. Çdo qytet ka specifikën e vet, që mund të jetë specifikë gjeografike për shkak të relievit, mund të jetë kulturore, mund të jetë për shumë arsye, por ka një specifikë dhe në Shqipëri, sikurse në gjithë vendet e botës, çdo qytet mund të krijojë specifikën e vet, specifikë e së cilës krijon modelin ekonomik të asaj bashkie ose atij komuniteti lokal, dhe duke parë më gjerë në planin rajonal, krijohet jo vetëm bashki me specifikat e tyre kulturore, ekonomike e kështu me radhë, por edhe bashkime ose komplementaritet në atë që ne i quajmë rajone policentrike urbane, ku në një rajon bashkit ndërveprojnë me njëra tjetrën, shkëmbejnë me njëra tjetrën, nuk konkurrojnë njëra tjetrën siç konkurrojnë sot. Sot bashkitë e Shqipërisë, duke hequr Tiranën, të gjitha konkurrojnë për shihet me pakicë. Në të gjitha bashkitë shiten të njëjtat gjëra me çmime që lëvizin pak, por gjithsesi të mbështetur te mallrat e importit. Kurse nëse ti ndërton një ekonomi prodhuese të mbështetur te specifika jote dhe këtë e vendos në një plan rajonal ku bashkitë brenda një rajoni krijojnë komplementaritet, ja kundërtove një rajon policentrik urban me bazë ekonomike dhe në tërësinë e vet një Shqipëri me disa rajone policentrike urbane, të cilat gjithashtu nuk konkurrojnë njëra tjetrën, por kanë specifikat e tyre rajonale. Kështu dilet në tregun ndërkombëtar dhe konkurrohet për ato specifika që ti ke dhe në masën që ti ke mundësi ta furnizosh tregun. Këtu e mbyllim, por ju garantoj që është shumë e rëndësishme reforma territoriale, po e trajtojnë si hartë me linja, me viza, me ngjyra, por jo, nuk është ashtu. Është bazike për një ekonomi, edhe ne sot folëm vetëm për modelin ekonomik dhe për të tjera që përfshihen edhe brenda saj, por
reforma territoriale është shumë e rëndësishme. Këtu e mbyllim, shihemi nesër.